Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me në zgjedhjet lokale për Maqedoninë Veriore në 2025. Sonte jemi në debat me kandidatët për kryetar të komunës së Dibrës në Maqedoninë Veriore, ku, sipas regjistrimit të fundit vitit 2021, jetojnë 15.412 banor rezident. Shumicën e popullsisë e përbëjnë shqiptarët, por të shoqëruar me komunitetin turk, rom e maqedonas. Dibra e sotme vazhdon me u përballë me probleme të njëjta prej dekadash, mungesë ujit pishëm në verë, deponim me turinash që kundërbën vetëm 1 kilometër larg qendrës qytetit, sistem të vaditjes shkatruar, kaos urbanistik, edhe mungesë vizioni për zhvillimin e turizmit. Sonte jemi këtu për të folë për problemet të ardhmen e kësaj komune. Qëllimi i këtij debati është të dëgjojmë çu do t'i ndreqin këto probleme, për planet, zotimet dhe pretendimet e kandidatëve për kryetar të komunës së Dibrës, të cilët janë Fisnik Mela nga koalicioni Vlen dhe Ilirian Fetohu nga Aleanca Kombëtare për Integrim, AKI. Kandidat për kryetar të komunës së Dibrës është edhe Ramadan Imeri, i cili është kandidat i pavarur që nuk ka ardhur në debat, rezervor. Na po vazhdojmë me 2 kandidatë që kanë ardhur, shumë ju di për nder që kogja lart keni udhëtu me u prezantu përballë publikut përtej Maqedonisë Veriore, që t'ju njohin më mirë. 2 minutat e parë janë për platformën e përgjithshme, po nisim prej teje, Fisnik, platforma e juaj e Vlenit për 4 vitet e ardhshme në Dibër. Faleminderit për ftesën. Platforma jonë është e bazuar nga anketa dhe analiza me qytetarët dhe me ekspertë të ndryshëm nga qyteti i Dibrës. Dhe është e bazuar kryesisht në 7 shtylla, ku shtylla numër 1 është shërbimi publik, duke filluar nga pastërtia, uji i pishëm, drejtësimi publik, deponia e qytetit, menaxhimi i parkingut dhe parqeve. Vazhdojmë me arsimin dhe rini, ku do të ndërtojmë një qendër rinore inovative dhe gjithashtu do bëjmë menaxhim të mirëfillt të institucioneve arsimore. Vazhdojmë në infrastrukturë, ku kemi rikonstruim të rrugëve, hapjen të bulevardëve dhe përfundimin e sistemit të vaditjes. Vazhdojmë në shtyllën numër 4, ekonomi dhe turizëm, ku kemi plan dhe strategji afatgjat për turizëm dhe zhvillim ekonomik, duke filluar me infoqendrën e turizmit. Vazhdojmë me kulturë dhe sport, ku kemi terene sportive multifunksionale, pishin të mbyllur, institucionalizimi i festivalit të Dibrës. Vazhdojmë me politikë sociale, ku kemi programe të ndryshme sociale, qendër ditore për fëmijët dhe e fundit është digitalizimi, transparenca dhe inovacioni, ku kemi një komunë me shërbime transparente, digjitale dhe moderne. Faleminderit. Faleminderit. Këto janë 2 minutat e parë, flasim për secilën prej temave. Tash Ilirian, platforma juaj e AKI-s për 4 vitet e ardhshme në Dibër. Programi zgjedhor për 4 vitet e ardhshme është ndërtuar në bazë të nevojave reale që kanë shprehur qytetarët, në bazë të takimeve që kemi pasur neve gjatë fushatës zgjedhore, por edhe para asaj, edhe bazuar në mundësitë reale që ofron buxheti i komunës të Dibër. Pikat kryesore të programit tonë zgjedhor janë: pika e parë është planifikimi urban dhe zhvillimi ekonomik i qytetit. Pika e dytë është pastërtia në qytet dhe menaxhimi me veturinat. Pika e tretë është regjimi i komunikacionit dhe planifikimi për hapësira të reja për parking. Pika e katër është arsimi, kultura dhe sporti. Pika e pesë është transparenca dhe digitalizimi i shërbimeve komunale. Pika e gjashtë është zhvillimi i turizmit në komunën e Dibrës. Dhe pika e shtatë është bashkëpunimi me komuna tjera në Republikën e Maqedonisë dhe Shqipërisë. Faleminderit. Nëse s'ka replik,
Ne shkojmë njerë të tema e parë, e cila është boshti i debateve tona, urbanizmi. Ndërtimet banesore janë të shumta, komunat kanë përgjegjësi në rregullimin e territorit, ato e përcaktojnë se ku do të ndërtohen banesa, ku kanë mund ndërtu qendra tregtare, ku hotele. Pra, prej kandidatëve, sot më intereson se ku planifikojmë me bo ndërtime në Dibër, sa katë do të lejojnë ndërtimet, qysh do ta ruaj natyrën dhe pjesët të cilët janë të gjelbruara, sepse Dibra nuk është e gjitha urbane, po ka një natyrë edhe infrastrukturë rurale. Ta ndëgjojmë planin urbanistik për secilin prej kandidatet këtë rol, po fillojmë prej te, Ilirian, plani urbanistik për Dibër. Jo më kote kemi vendosur edhe si pikë të parë në programin tonë zgjedhor, pasi gjatë bisedave me të gjithë arkitektët e qytetit, por edhe me të gjithë ata të cilët marrin janë në dieni për planifikimin urban të qytetit, na kërkuan që emergjente për komunën e Dibërës është plani gjeneral urbanistik. Do më ne ekziston një plan gjeneral urbanistik, por nevojat reale të komunës Dibër janë që të zgjerohet dhe të kemi një planifikim të ri urban dhe një zhvillim modern të qytetit. Sigurisht që në këtë planifikim urban të qytetit ne kemi parapar bloqe të cilat do jenë të destinuara për zhvillimin e turizmit, dhe këtu flasim për blokun 16 dhe 17. Sigurisht që në koordinim edhe me qytetarët dibrantë të cilët kanë gëzojnë toka në këtë blok, ne do ndërtojmë një blok i cili do jetë për hoteleri, restorante dhe villa private dhe villa turistike. Sigurisht që në plani general urbanistik kemi parapar edhe një blok i cili do jetë për zhvillimin ekonomik të qytetit, kryesisht për sipërmarrjet të cilët janë sipërmarrës të mesëm, dhe këtu parashifet në hyrje të qytetit kur vim nga Republika e Shqipërisë. Aspekti i tretë është edhe formimi i lagjeve të reja në qytet. Dibra mendojmë se ka nevojë të zgjerohet horizontalisht në të gjitha drejtimet, domethënë parashihet lagje të reja në pjesën nga banesat ku janë te liçeni dhe te pjesa kodrinore e qytetit. Faleminderit. Sa kat do të lejoni maksimum ndërtimin në Dibër? Sa kat e paramendoni këtë? Tash Dibra është pak edhe vend sismik, unë mendoj se kemi disa ndërtesat e larta, kryesisht që janë 5-6 kate, por besoj që i ka ardhur koha edhe ndërtimeve A1, që janë banesa që ofrojnë 8 deri në 10 banesa private. Cila zona do të lejoni 8 deri në 10 kate? Në disa zona ku ka filluar vesh ndërtimi i banesave 5 katë dhe 10 katë, ne nuk ka kuptim të lejojmë banesa 3 katë, pasi do kishim disnivel dhe estetikisht nuk do ishte e bukur. Por në pjesën që është te lagja e re, te pjesa e liçenit, atëherë do lejohen vetëm 3 katë. Nuk flas te bregu i liçenit, flas te pjesa ku është prej te banesave te liçenit deri te rruga që lidhen Strugën me Dibrën. Të gjithë kandidatët edhe në Kosovë dhe Maqedoninë Veriore po i pyesim a e financon fushatën e juaj ndonjë ndërtues apo a keni në listën për këshilltarët kuvendit komunal ndonjë ndërtues. Mas pari me juve, Ilirian? Jo, me përgjithësi të plot them që nuk financohet nga asnjë ndërtues, madje e gjithë fushata jonë financohet nga aktivistët në mënyrë vullnetare. Faleminderit. Sigurisht nëse ka dhe njëri të riqe me njerë nga gara. Faleminderit, Fisnik. Plani juaj urban për Dibrën 4 vite të ardhshme. Si shtaj dhe Iliriani, do me thonë, problemi kryesor është plani general urbanistik, i cili është i vjetër më shumë se 20 vite, ka pas një ndërhyrje të vogël në disa detale të shkurtra në vitin 2015, por kjo është vetëm një ndërhyrje e vogël. Plani general urbanistik është çelësi i ekonomisë dhe i zhvillimit për qytetin tonë. Ne zotohemi se brenda 2 viteve do të realizojmë këtë plan. Gjithashtu, kemi edhe projekte të tjera si zgjerimin e rrugës kufitare që do të çon deri në kufirin me Shqipërinë në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit. Kemi gjithashtu ndërtimin e centralit fotovoltaik për energji të qëndrueshme për drejtësimin publik dhe pjesë tjetër e planifikimit urban është edhe
ndërtimi i stacionit të klorimit në fshatrat rreth Dibrës. Këto janë të tre. Fisnik, po më intereson cilat zona ju keni me ndërtu banesa dhe sa ka të sheh? Aktualisht plani detaj urbanistik i ka para pa ato zona dhe vetëm se një pjesë e madhe ose ndoshta mbi 70-80% e qytetit vetëm se janë ndërtuar me ndërtesa dhe ajo do vazhdon në të njëjtën strukturë, por Ai plan mundet mundru me kryetar të ardhshëm nëse don. Për shembull, sa e kishe ndru ti planin e tanishëm urbanistik? Planin e tanishëm urbanistik mund të ndrohet në pjesë të caktuara, por nuk mundemi në një blok ku ka ndërtesa 7 kat, t'i bëjmë ta ndrojmë dhe ta bëjmë 3 kat. Duhet të Mirë, Iliriani tha deri në 10 kat mund të shkojnë. Ti sa kat po thu? Deri në 5. Zakonisht në qytetin disa e Dibrës, zona tha edhe 10 në qytetin e Dibrës janë 5 deri 7 kat, zakonisht pjesa më e madhe, por ka një ndërtesë në qendër të qytetit që është mos gaboj 12 ose 13 kat. Edhe rreth asaj objekti mund të ndërtojmë ndërtesa më të larta, por në pjesën tjetër nuk besoj se mund të jetë më e lartë se 6 ose maksimalisht 7. Lejoni që aty edhe 12-13 kat. Vetëm në pjesën qendrore, aty ku ka vetëm se objekt aktual. Sa kulla kishe lënë që aty me u marru për shembull? Janë mbaru vetëm se 2 kulla, mos gaboj janë nga 12 ose nga 13 kat, si e cila. Edhe a ke financues të fushatës apo donator është fjala të fushatës tonë që janë ndërtues? Jo. Këshilltar për kuvendin komunal që janë ndërtues? Kemi vajzën e një ndërtuesi, por nuk mirret me biznesin e ndërtimit. Mirë, faleminderit. Mund ta merrni kohën për replik, po që s'ka urdhë? Jo, vetëm se desha të përmendi që me sqaru që nuk thash 10, thash 5 në disa vende, në disa rrugë ku tashmë ekzistojnë banesa 5. Ka që ne nuk ka kuptim të mos lejojmë të vazhdohet edhe pjesa tjetër e asaj lagje me banesa 5 kaqe. Këtu për shembull e kam fjalën për te rruga që shkon prej te posta deri te spitali ku ka filluar ma të ndërtohen banesa 5 kaqe dhe sigurisht që do duhet të shkojnë deri në fund deri te spitali. Sa i takon centralit fotovoltaik, desha ta pyes sigurisht që edhe ne kemi, po kjo duhet të jetë në përgjithësi një iniciativë e privatëve. Ne kemi studiuar edhe zonën se ku ka rreze më të fuqishme të diellit për të ndërtuar ki central fotovoltaik dhe është në pjesën afër doganës, po sigurisht që këto janë mundësi që do ofrohen nesër investimeve private. Faleminderit. Faleminderit. Tash po du me i lezu disa prej njëra prej çështjes kryesore që e ka identifiku kulumtuesit tonë, kanë identifiku në Dibër, është problemi i ndërtimeve rreth liçenit. Thjesht kulumtuesit kanë thënë që ka zaptime të villave pa leje rreth liçenit të Dibrës, ato nuk shërbejnë as për turizëm as për ekonomi, ato shërbejnë vetëm si rezidenca verore të disa dibranëve, andaj unë du me pyet cili është vizioni juaj për rrethin e liçenit dhe çu do t'i adresoni villat që për qytetarëve perceptohen që nuk ndihmojnë as turizëm as në ekonomi, po fillojmë për te e Fisnik. Patjetër që në qytetin e Dibrës ka ndoshta mbi 100 objekte të pa legalizuara ose pa leje ndërtimi. Kryesisht është te bregu i liçenit, por ka edhe në pjesë të tjera të qytetit. Zotimi jonë që brenda mandatit 4 vjeçar është zotimi i parë që nuk do të lejojmë asnjë metër katror të ndërtohet në qytetin e Dibrës pa leje, me marrjen e mandatit tonë. Dhe për pjesën tjetër, që janë objektet aktuale, do të rishqirtojmë situatën me detale, kur të marrim komunën, edhe do veprojmë komfort ligjit për këto objektet. Prioritet do të kenë objektet në të cilat ka plan detal ku kalon rruga ose projektet të tjera që janë në interes të qytetarëve. Fisnik po thu konform ligjit. Kallëzëm, a lejon ligjit që të villat që janë ndërtu? A janë me leje rreth liçenit? Jam të fol specifikisht për rreth liçenit. Patjetër që nuk lejon ligji dhe këto janë bërë në mandatin 20 vjeçar të qeverisë të kaluara dhe pyetjen më të mirë mund të bëjmë. Edhe çka duhet me bëu me to? A kemi prish? Komfort ligjeve do veprojmë. Çka do të thonë komfort ligjeve do veprojmë? Do veprojmë komfort ligjeve, do shqirtojmë gjendjen fiktive aktuale për çdo njëri nga këto
dhe do veprojmë sipas ligjeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mirë, ka dalë tash, nëse për me ditë, a janë me leje a pa leje, a keme bo publike, cilat prej ndërtimeve rreth liçenit janë me leje, cilat pa leje? A keme bo publike? Po ato vetëm se janë publike, mund të shikojnë në komunë të gjithë objektet cilat janë me leje ose pa leje. Masi po dihet cilat janë. Çka nënkupton kjo? A keni me i legalizu, a keni me i rrëzu? Për atë u thasht, tregova se do veprojmë konfort ligjeve. Ka ndoshta përpilohet ligj për legalizim në Maqedoninë e Veriut nga pushteti qendror, pjesën tjetër. Ndoshta s'përpilohet. Ty apet si kryetar komune, nëse bosh, të bjen hise mu marë, përpilohet as përpilohet. Unë kam patjetër si kryetar komune të marrë veprime sipas ligjit. Ilirian? Ne duhet të dim shkakun pse ndodhe këto, sigurisht që në atë pjesë të liçenit, nëse flasim për ndërtime pa leje, këto janë shumë më shumë pasi ka ndërtime pa leje edhe në fshatra, për shkak të mungesës së planeve urbanistike. Por pyetja juaj ishte specifikisht te bregu i liçenit, dhe te bregu i liçenit duhet të dim statusin e këtyre ndërtimeve pa leje. Sigurisht që disa ndërtime te bregu i liçenit janë të legalizuara tashmë me kohë. Ka disa objekte të cilat janë kryesisht restorante dhe të cilat nuk e prishin planifikimin urban të përkundrazi e gjallërojnë atë pjesën gjatë sezonit veror. Sigurisht që 20 janë ndërtime pa leje, të cilat nuk e kanë statusin e legalizimeve. Shumica prej tyre, domethënë nga inspektoriati komunal i ndërtimit, janë proceduar penalisht dhe 17 prej tyre janë nëpër procedura gjithësore, kurse për një pjesë të madhe të tyre ka urdhër për prishje, domethënë nga inspektorati komunal i ndërtimit. Ajo çfarë duhet neve të bëjmë është që të urgjentisht të kemi një plan urbanistik për atë pjesë dhe të gjitha ato objekte të cilat pengojnë realizimin e planit urbanistik të asaj zone do duhet të prishen. Nëse kjo zbatohet, çka leni ju me ndërtu aty? Ilirian, çka plani i juaj për turizmin rreth liçenit? E para, atje e tha edhe Fisniku, ne duhet kjo lloj dukurie në ndërtimeve pa leje kryesisht në zona që janë nevralgjike të qytetit, do duhet të ndërpritet menjëherë. Domethënë neve duhet të kemi zero tolerancë ndaj të gjithë ndërtimeve pa leje, jo vetëm te bregu i liçenit, por të gjithë ato zona të cilat japin mundësi për zhvillimin e qytetit. Unë besoj që ka pas edhe një keq informim ndaj atyre nga ato familjarë të cilët kanë ndërtuar atje, pasi nuk është vetëm ndërtimi pa leje, është edhe lidhja e rrimës elektrike pa leje, është edhe lidhja e ujtit dhe kanalizime, domethënë procedohen për një sër shkeljesh dhe unë besoj që kjo lloj praktike do duhet të ndalet dhe do mos vazhdon në asnjë pjesë të qytetit. E çush e ndalni ju, sepse nuk është lehtë me rënu shtëpia, po tash unë po ju pyes sa do t'i rënonin, sa ato janë legale, apo do t'i legalizoni, cilën? Unë tash gjithmonë kam qenë kundër ndërtimeve dhe vazhdoj të jem kundër ndërtimeve pa leje. Do përdorim të gjithë autoritetin që ka institucioni komunës, por edhe të gjithë organeve tjera ligjzbatuese në qytet, me qëllim që kjo dukuri e cila nuk i jep hapësirë qytetit për të zhvilluar qoftë turizmit apo sferave tjera të zhvillimit, do duhet të ndërpritet urgjentisht. Unë vetëm kam një pyetje që ndërlidhet me këtë çështje për Ilirianin. Fillimisht mendoj që duhet të përgjigjen ai pushtet i cili e ka leju këtë problem. Ky është problemi më i madh të cilën e trashëgon Dibra. Dhe problemi më i vështirë të jemi të sinqertë për ta zgjidhur. Unë kam një pyetje për Ilirianin, pse partnerët e tij të koalicionit e kanë leju këtë gjendje të ndodhen deri në këto përmasa, ku qytetarët kanë vetëm 2 ose 3 rrugica të vogla për të shfrytzuar liçenin e tyre, që është një aset i qytetit i të gjithëve, i gjithë popullatës. Ilirian? Unë nuk konkurroj për gjyqtar as prokuror që të marrë dikën në pyetje ta pyes pse ka lejuar. Unë konkuroj për atë se çfarë do ndodh në 4 vitet e ardhshme. E kanë bën llogaridhëns për ato ndërtime, Ilirian? Sigurisht që këto lloj ndërtime nuk janë vetëm në Dibër. Ne duhet ta kemi parasysh, nëse Fisniku më pyet mua se ka ndërtuar
se ka lejuar ndërtimet pa leje në Dibër, unë do e pyesja se ka lejuar ndërtime pa leje i Zetmexhitit të 150 ndërtesave në Çajir. Ne jemi këtu për qytetin e Dibrës dhe nuk jemi për qytetet tjera. Në qytetet tjera mund të marrim edhe shembull suksesi, mund të marrim edhe shembull dështimi, qytetarët e asaj zone do vendosin se cilin do votojnë. Unë flas për qytetin tim të Dibrës, i cili më dhimbset më shumë se çdo qytet tjetër. Faleminderit. Edhe diçka, nëse me lejohet, fatmirësisht nuk kam asnjë familjar, asnjë shok, asnjë të afërm që ka ndërtuar jo vetëm te bregu i Liçenit, por askund tjetër që kështu nuk kam ndonjë konflikt interesi ndaj asaj zone. Bashkëpartiak? Jo, nuk besoj si ka. Patjetër se që çdo njeri ka, edhe ky edhe ne, jemi të sinqert, por këtu mirret përgjësia si individ, edhe nuk ka seleksionim a është vllai jem, baba jem. Përderisa unë si kandidat nuk kam ndërtu, edhe zotohem se do veproj jo në mënyrë kolektive dhe komfort ligjeve për të gjithë, kjo vlen për pamarëparsisht për të gjithë personat, edhe këshilltarët, edhe familjarët, edhe shokët edhe të tjerë. Jo, nuk thash që ka ndërtuar fisnik. Vetëm arsyetova vetveten, jo fisnikun që deshat. Po dalim të shërbimet publike. Dibra përballet me probleme serioze shërbimet publike, ende ka lagje e fshatra pa kanalizim, cili është vizioni për me ndrejt shërbimet publike, ujin e pishëm, vaditjen në për zonat rurale si dhe kanalizimin, po e fillojmë prej teje, Ilirian. Sa e takon ujit të pishëm po është problem dhe ne duhet të hartojmë një plan se si do e zgjidhim të mos ketë recesione në sa i takon ujit të pishëm gjatë sezonit veror. Ajo çfarë duhet mendoj se para që duhet të bëhet është kemi një analizë shumë profesionale dhe rreth të gjithë rrjetit të ujësjellësit në qytet. Domethënë diku ke 70% të humbjeve që i kemi ne në rrjet bie për shkak të amortizimit të rrjetit. Dhe përmes këtij plani apo programi profesional për të skenuar të gjithë rrjetin e ujësjellësit, ne do t'i detektojmë edhe ku janë humbjet më të mëdha në sa i takon humbjeve të ujit të pishëm. Gjithashtu ne kemi si obligim edhe ligjor që komuna si komunët do duhet të investon 2% në gjithë totalin e rrjetit të ujësjellësit. Ne besojmë që me investime më kapitale 4 apo 5% në 4 vitet e ardhshme sigurisht që do e përmirësojmë furnizimin me ujë të pishëm në qytet. Për të përmirësuar furnizimin me ujë të pishëm, një ndër problemeve është edhe mungesa e ormasve dhe në bashkëpunim edhe me komunën e Korçës ka pasur një tentativë për bashkëpunim, besoj se duhet të thellohet në të ardhmen, vendosjen e këtyre ormasve për sasinë e ujit me Bluetooth do e rregullonte gjithë problemin me ujë të pishëm në qytet. Iliriani përmend mungesën e ormasve, edhe problemin e 7% ujit që humbet, mirë po, nuk adresove faktin që shumë qytetarë se paguajnë fakturën e ujit. Çka do t'i bëni që atyne qytetarëve që se paguajnë fakturën e ujit? Domethënë ka një rritje të arkëtimit në 4 vitet e kaluar, dikush ka qenë 30%, tani është 60% e arkëtimit sa i takon pagesës ujtit. Unë besoj që me vendosjen e këtyre ormacëve, domethënë mjafton vetëm një ormacës të vendosim në ditë dhe për 4 vite e gjithë qytetet do ishte i furnizuar me ormacës. Besoj që ka një procedurë e cila për çdo 4 muaj që nuk paguhet ujti caktohet në përmbarues dhe atëherës është me përmbledh temën e ujit, veç pe duni premtim. A po premtoni 24 orë ujë në ditë gjatë mandatit tashëm deri në fund apo jo për krejt Dibrën, apo nuk mund ta premtoni këtë? Ajo që premtoj unë është që do bëjmë investime në rrjetin e ujësjellësit, që besoj që do e rregullon të gjithë furnizimin me ujë të pishëm po për të gjithë. Po beson, s'po e premtoni 100%? Jo, unë e besoj, kur e besoj e di që do e 24 orë ujë në krejt Dibrën? Po, ne nuk do kemi probleme me ujë. Okej, unë të maj për fjale, Ilirian. Tu do jem pas 4 vite. Fisnik, nëse ti buë shkretar, qysh do ta zgjedhësh problemin e ujit? Garantoj se brenda 4 viteve problemi ujit do të zgjidhet me mbështetje të fortë nga pushteti qendror, ma konkretisht nga Ministria e Ekologjisë,
ku do të niset me një projekt fizibiliteti dhe mapimi me detale nga ekspertët e fushës, pastaj me zgjidhje sistematike në faza, siç e ceku edhe Liriani, fatkeqësisht diku ke 80% të ujit humbet ose nuk fakturohet. Dibra ka kapacitet prej në kohën kur është ndërtu për 25.000 banor dhe tash ka diku 10.000 banor edhe nuk kemi ujë të pishëm gjatë sezonit të verës. Po, a e premton ti 24 orë ujë në krejt Dibrën nëse bosh kryetar? E premton? Po, patjetër dhe krejt revitalizimin e të gjithë E çka i bën 7% ujë që humbet nga murimi i Rosokut, humbet në jetë? Ka disa faktorë. Njëri faktor është gypat e vjetër, faktori tjetër është lidhjet e zeza, faktori tjetër është keq menaxhimi ose humbja nga defektet të ndryshme nëntokësore. Ku i merr paret me investu në rrjet ri? Vetëm se kemi bërë bisedime fillestare me Ministrinë e Ekologjisë, në të cilën fillimisht na u shkërkuat që të bëjmë një projekt fizibiliteti që besoj që komuna nuk e ka bërë deri tash, ose ndërmarrja komunale standard me informata që i kam unë, mos gaboj. Pa me pas një projekt të realt, nuk mundemi të nisim të bëjmë ndryshime. Ormaci është një nga, që i përmendi Liriani, është një nga faktorët të cilët do ta zbusin ose do ta parandalojnë këtë fenomen. Dhe gjithashtu do të lidhemi edhe me projektin tjetër të vaditjes, me përfundimin e projektit të vaditjes. Po i gjoba, ai qitni ju gjoba aty në patjetër kemi pas rastin keq përdori. Patjetër kemi pas rastin e njëjtë para disa viteve edhe në Dibrë dhe në komunat e tjera me rrymën elektrike, ku me privatizimin ose me marrjen në kompetenca të kompanisë EVN, tash mund të themi se 99% të popullatës. Po, rryma privatizohet, ama uji nuk privatizohet. Uji nuk privatizohet, por me një menaxhim të mirëfillt dhe adekuat të ndërmarrjes komunale standard, duke u bazuar në të gjithë ligjet. Po du me të pyet ty për shumë qytetarë që nuk paguajnë fakturën e rrymës, të ujit është fjala, çka do të veproni me ta? Patjetër që duhet të paguajnë. E tash ka masa adekuate për më fal. E shtrova çështjen e shërbimeve publike edhe si problematike vaditjen. Sistemi vaditjes është dëmtuar rënd edhe projektet janë të papërfundume. A keni ju plan konkret për rikthimin e ujit në fusha Dibrane, prej cilëve varet bujqësia, prej teje, Fisnik, urna? Sistemi vaditjes është një lajm shumë i mirë që nga qeveria e kaluar ka nis faza e parë, që është për të përshëndet, është mos gaboj është diku ke 3 milion euro, është rikonstruimi i objektit dhe pajisja me pompat e vaditjes, por tani është faza e dytë, e cila është projektimi i fazës të dytë, që është rrjeti në të gjithë qytetin, që ka qenë një rrjet i vjetër, por tani është i prishur dhe duhet të rikonstruohet, edhe ky projekt kushton diku 7 deri 10 milion euro. Pa mbështetje të pushtetit qendror, ky projekt nuk mund të bëhet ose mund të vënohet implementimi i saj. Ne betohemi se do bëjmë çmos që ky projekt edhe të finalizohet, edhe të nisë implementimi në një afat sa më të shkurtër. Apo i premton ti krejt qytetarëve Dibrës që kanë me po sistem të ujitjes deri në fund mandatit tashëm nëse ti bësh këtë? Për 4 vite po. Për 4 vite po. Sa kushton për shembull mja qit lapsin Fisnik, sa kushton kjo punë? Dikun ke 7 milion euro kanë ngel. 3 milion euro të para janë bërë nga qeveria e kalume, 7 milion euro është parafarsisht, por nuk kemi shifra konkrete pasi që projekti është në përpunim të sipër, por sipas një llogarie të parafort është dikun. Ilirian, sistemi vaditjes. Vetëm të ndërlidhe me pak të çështja e ujit të pishëm, ka pasur një studim suedez në kohën e ish-kryetarit Argatin dhe i ka listuar se si duhet të zgjidhet çështja e ujit të pishëm. Dhe një prej treguesve është që duhet të bëhet ndërhyrje në rrjet. Mirë, po për të bërë ndërhyrje në rrjet, ne na duhet një analizë profesionale, ka studio profesionale të cilët janë në Shkup, por ka edhe në vende tjera, për të detektuar ku janë humbjet më të mëdha të ujit. Sa i takon sistemit të vaditjes, po është e vërtet ajo që tha Fisniku, vetëm nuk e ceku që u bë nga qeveria e kaluar dhe u bë në kohën kur zëvendës ministre e bujqësisë ishte Vjollca Berisha, e cila erdhi dhe e përuroi
Fatkeqësisht ky lloj Fakt e ceku që u bo nga qeveria e kaluar. E ceku edhe m'la përshtypje që dha meritë. Qytetarët e Dibrës i dinë të gjithë detalet e ne mund të gënjejmë këtu, po realiteti është ajo çfarë është në fakt është që faza e dytë e këtij projekti jo vetëm që nuk promovohet nga qeveria, por nuk është as në buxhetet që ka qenë në qeveri, domethënë kjo ishte e qeverisë të kaluar, një buxhet e kalojti në qeveria aktuale dhe nuk e pam që ta futë si zë në buxhetin e saj. Veç kallëzom kur kryet që ky projekt nëse para se ta jap replikën Fisnik, po e di që po e kërkon. Po prej teje, po du premte me Lirian, a kryhet krejt projekti i vaditjes nëse ti bosh kryetar komune, në 4 vitet e ardhshme a e përfundon krejt? Ajo që e përmendi Fisniku, po kjo është një projekt i cili kushton prej 7 deri në faza e dytë kushton prej 7 deri në 10 milion euro, sigurisht që ne nuk kemi mundësi buxhetore për ta financuar këtë projekt. Unë shpresoj që mbas zgjedhjeve lokale të kemi edhe zgjedhje parlamentare dhe do jetë pjesë e programit qeverisë të Aleancës Kombëtare për Integrim. Por për ndryshe si kryetar komune pa qendër se premton. Si kryetar komune nuk mund ta premtoj për shkak se nuk kemi mundësi ta financojmë nga buxheti, por nëse projekti dhe na del doni donator nga doni organizatë jo qeveritare, ndërkombëtare, atëherë mund ta realizojmë. Me buxhetin e komunës është e pamundur. Faleminderit Fisnik replikën. Për këtë pikë unë nuk shpresoj, por premtoj se do ta realizojmë brenda mandatit 4 vjeçar. Për pikën tjetër ndërlidhje rreth projektit e thash se është në faza 2 është në fazën përpunuese në komunën e Dibrës. Pasi ta kryhet kjo fazë, atëherë aplikohet në drejtorinë e ujnave dhe në ministritë përkatëse dhe ne zotohemi që me mbështetje qeveritare do arrim këtë. Mirë, pikën e parë, po më lëm përshtypje që po thu, e premtoj që do të thotë edhe nëse vleni nuk është në qeveri qendër, ti e premton. E premtoj. Okej. Faleminderit, po du me kalu te Ilirian, replik, urdhno. Fisniku tha me mbështetje qeveritare. Nëse do të thonë nuk bie, nëse nuk është vleni në qeveri, atëherë si do e realizon? Unë jam i bindur se vleni do rrihet në qeveri. Edhe këtë do ta maj për fjale, Fisnik e the premtimin pa marrë parasysh kush është në qendër. Unë shpresoj që pa marrë parasysh kush është në qendër do i ndihmoj Dibrës me kry këtë proces, po megjithatë po du me met jemi të shërbimet komunale dhe pak po du me met deponia e mbeturinave, e cila thash është afër qytetit Ilirian PT, po fillojmë cili është plani juaj për këtë problem 50 vjeçar. A premton me largu krejt, a premton me modernizu, apo çka prap projekt jo vetëm që bëhet veç me forca lokale? Domethënë ka një plan nacional për menaxhimin me mbeturinat. Është plan i cili i përfshin të gjitha komunat dhe ne si qytet bëjmë pjesë në zonën jug lindore, jug perëndimore, më falni, dhe është parapa që manastiri të jetë qendër e ndërtimit të iniciatorëve. Domethënë ajo çfarë duhet deri në vitin 2031 qyteti i Dibrës duhet të jetë pa deponi. Domethënë ne vetëm se do bëjmë mbledhjen e mbeturinave dhe transportin e tyre deri në qendrën rajonale. Sigurisht që do duhet të menaxhohet deponia deri në vitin 2031 dhe ne kemi parapas zgjerimin e perimetrit të deponisë, si dhe rrethimin e saj me një garth të gjelbër për shkak të pamjes shumë të shëmtuar që jep kur vinë turistët kryesisht nga Shqipëria për në Dibër. Sa i takon këtij projekti, ne parashojmë edhe ndarjen e mbeturinave. Komuna e Dibrës ka fituar një projekt me komunën e Greqisë, në fakt për të seleksionuar të gjitha ato mbeturina të cilat janë të riciklueshme. Domethënë jemi në gjysmë të projektit, është një projekt 4 vjeçar, do duhet të përfundohet edhe për 2 vite tjera. Kjo do mundsonte vetëm pak, ka koha urdhno Fisnik. Deponia e qytetit është problem shumë serioz, i trashëguar gjithashtu, por është edhe vështirë për të premtuar ose për ta realizuar. Lajmi më i mirë është se gjatë vizitave që kemi pasur në qytetin tonë, ku kanë ardhur dhe na kanë vizituar shumë funksionerë, ndërta ka qenë edhe Ministri i Ekologjisë, ku na ka premtuar se do ta përshpejton punën,
jo vetëm në deponinë rajonale për ku bie zona e Dibrës, por edhe në të gjithë Maqedoninë. Edhe kjo ka qenë një premtim nga qeveritë e kaluara, por nuk është realizuar me vite me radhë. Tash do nisën procedurë shpejt ku deponia e Dibrës do bie në Hec Manastir dhe gjithashtu ka edhe procesi i sortimit, i cili është një zgjidhje e përkohshme për mos e ngarku deponinë. Në fazën e fundit, pasi të nisën në funksion deponia rajonale, fillon procesi e enkapsulimit ose imbulimit të deponisë momentale. 2 minutat e radhës, po du me i përdor për me më tregu cilat janë projektet infrastrukturore që doni me i bo, këtë pyetje pa adresojmë mas replikës Ilirianit. Po, vetëm se nuk e përfundova, do më thanë, projekti ka për qëllim që ndërtimin e një hapësire ku do vendosësh të gjitha ato materialet të cilat janë të riciklueshme, shishe, tapat, plastika, me qëllim që transporti pastaj nga qyteti deri në manastir të jetë më i pak i kushtueshëm, do transportoni më pak mbeturina dhe sigurisht që buxheti të komunës do i mbetnin më shumë të ardhura në sa i takon projekteve që kemi në infrastrukturë, flasim edhe në të planifikimi urbane, parashojmë edhe ndërtimin e lagjeve të reja në qytet. Dibra ka nevojë për oksigjen, domethënë të zgjerohet. Sa i takon infrastrukturës rrugore, prioritete kemi ata rrugët të cilët lidhin qendrën e qytetit me lagjet dhe ndërtimi i disa rrugëve të reja, kryesisht rrugës nga rreth rrotullimit përmes Knafit e pjesa kodrinore e qytetit. Kjo do bënte lehtësimin e gjithë asaj zone për të ardhur më shpejt dhe më lehtë në qytet, por do jepte edhe mundësi zhvillimi gjithë asaj pjesës kodrinore. Një rrugë tjetër e cila do duhet të hapet është edhe te lagja e re, domethënë nga banesa deri te rruga që lidhen Strugën me Dibrën, do lehtësonte mjaft regjimin e komunikacionit. Tjetër është bulevardi nga Kami te lagja Venezdi, si dhe rrugët që lidhin lagjen Konjarë me rrugën e Loparëve e cila njihet tradicionalisht në Dibër. Te investimet bëjmë pjesë edhe investimet publike, ku kemi para pa, hapësira publike dhe kënde lojrash në disa lagje, lagjen Konjarë, lagjen Venez 1, është aktualja duhet të rivitalizohet dhe në lagjen Vakov. Faleminderit. Faleminderit Fisnik, plani juaj. Me implementim të komunës së Dibrës dhe me miratim të qeverisë, ne kemi mundësuar realizimin e më shumë se 20 projekteve infrastrukturore, kryesisht rrugë, gjatë vitit të fundit, me vlerën mbi 2 milion euro. Ky është një premtim i qeverisë që do të vazhdojnë edhe për 4 vitet e ardhshme, ku do mundemi të aplikojmë për projekte infrastrukturore në vlerën mbi 2 milion euro për çdo vit. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se të gjithë rrugët e qytetit dhe të fshatrave të rajonit do të pajisjen ose do të shtrohen me asfalt dhe me standarde kvalitete të cilat nuk janë bërë deri tash. Kemi rrugë e cila është prishur për brenda 24 orëve, prej kur është mbaruar, dhe gjithashtu do të nisemi me hapjen e bulevardeve dhe artereve të tjera infrastrukturore. Urdhno, Ilirian? Domethënë, këto 22 projekte që i përmendëm Fisniku, pavarësisht a jam unë apo është Fisniku apo do një tret, sigurisht që do realizohen pasi janë projekte të fituara nga komuna. Kjo nuk është e rëndësishme se kush është në komunë, flasim për projektet përveç këtyre 22 projekteve. Pikërisht, këtu ka qenë dallimi i qeverisë sonë, se nuk kemi bërë dallimin ndërmjet komunat të cilat i kanë udhëheq kryetar të Vlenit dhe komunat të cilat i kanë udhëheq kryetar nga opozita ose në këtë rast momental BDI-ja, ku prioriteti jonë janë qytetarët dhe jo inatet ose lojat politike. Okej, faleminderit, po du pak me folë për turizmin. Dibra është qytet sezonal në aspektin ekonomik. Gjallërohet shumë gjatë verës, kur vinë dibranët nga jashtë. Bizneset lokale gjenerojnë të ardhura gjatë verës, kryesisht, vetëm gjatë verës, e me që ato pare mbjetojnë gjatë gjithë vitit. Edhe pse qyteti ka male, lumenj, liçene, shumë pak e ndihmojnë ekonominë lokale gjatë gjithë vitit. Nuk ka bujtina, nuk ka shumë agroturizëm, apo ture të organizuara guida dhe udhërëfime. Nëse përjashtojmë familjarët e dibranëve, turist të vërtet ka shumë pak. Andaj, më intereson cili është plani i secilit kandidat për zhvillimin e turizmit në Dibër, po fillojmë prej te Ilirian nga 2 minuta. Po, Dibra është e vërtet ka mundësi
të shkëlqyera për zhvillimin e turizmit dhe disa lloje turizmi, kryesisht ajo që njihet është turizmi liqenor, po unë besoj se fal disa të rive shumë ambicioz, së fundmi është duke u zhvilluar edhe turizmi malor. Unë kam pasur mundësi të bisedoj me ata dhe gjëja e parë të cilët do duhet të bëjmë është të mbështesim maksimalisht ato në idetë e tyre për të promovuar turizmin malor. Ajo çfarë është kërkesë e parë e tyre ishte marrja e një licence për organizimin e guidave malore, por edhe formimin e disa guidave për promovimin e turizmin malor. Sigurisht që kemi edhe turizmin liqenor, ka disa aktivitete që bëhen, domethënë kryesisht nga klubi shoqata e peshkatarëve, por edhe disa iniciativa nga disa të ri për shkollave verore, domethënë për t'i promovuar këto mjafton që komuna të jetë në mbështetje të plotë të tyre për të pasur qoftë turizëm malor, qoftë turizëm liqenor. Mendoj se kemi mundësi edhe për zhvillimin e turizmit rural apo agroturizmit dhe ne do ofrojmë mbështetje maksimale për këtë lloj turizmi i cili mungon tani në Dibër. Të gjithë ato të cilët do shprehin dëshirën për ta zhvilluar këtë lloj biznesi, ne do ofrojmë maksimalisht infrastrukturë, ndriçim, rrjetin e ujësillësit e kanalizimeve, sigurisht do ndihmojmë në përpilimin e programeve për thirrjen e fondeve nga IPA fondet, por një gjë duhet mos harruar, Dibra është një qytet i cili njihet për kulturën e saj dhe ne duhet të promovojmë turizmin kulturor i cili është mjaft i rëndësishëm. Brenda turizmit do duhet të organizojmë edhe panaire, kryesisht me ushqime tradicionale të Dibrës, veç ka filluar, po duhet të bëhet tradicionale dhe punime dore. Faleminderit. Me ty Fisnik, plani për turizëm. Disa fakte rreth Dibrës. Dibra është ndoshta i vetmi qytet në rajon i cili ka dy lumej, një liqe, e ka malin Korab, gjysma është në Kodër, gjysma në mal, dy banja termale në pikën kufitare, edhe mos ketë një turizëm të zhvilluar është turp. Për hir të së vërtetës, i vetme pjesë në turizëm me të cilën ne krenohemi është turizmi banjor, banjat e Dibrës, të cilët kanë investuar dhe kanë promovuar industrinë e tyre. Sa i përket pikave të tjera dhe kategorive që i përmendi Iliriani, është e vërtetë se ka shumë potencial, por pa me pas një plan të qëndrueshëm, strategjik të turizmit, ne nuk mund të nisemi asgjë. Ne nuk kemi infopoint, nuk kemi guide turistike, kemi pas raste kur, sidomos gjatë sinës të verës dhe të pranverës, hasim me ture të ndryshme, bicikleta, motor ose kategori të ndryshme turistësh, të cilët vetëm vinë dhe kalojnë, nuk kanë asnjë guide ose asnjë rekomandim për të ardhur dhe për të zhvilluar qytetin tonë. Sa i përket bujtinave dhe ambienteve të tjera, edhe këtu do lidhet me planin. Këtë situatë, sa pare investon për me ndreq? Këtu duhet plani gjeneral urbanistik edhe strategji afatgjate dhe të qëndrueshme zhvillimore për turizëm. Kjo strategji do të cakton për të gjithë kategoritë sa buxhet edhe sa. Në këtë fazë ne nuk e kemi gati atë strategji. Kur e kryen ti këtë strategji nëse bosh kryetar? Brenda mandatit, prej në vit të parë, pasi që turizmin e kemi theksin numër 1, i cili do të jetë një lokomotivë e ekonomisë për ato pak qytetarë të cilët kanë ngel dhe fatkeqësisht nuk kanë shkuar në migrim dhe shpresojmë që do të formohet një klimë dhe një optimizëm në qytet ku një pjesë e Margatës do fillon të kthehet dhe të investon në qytetin tonë që është aq i bukur dhe ju ftojmë të vini ta vizitoni. Faleminderit. Gjilian, replik. Po, është e vërtetë që duhet një strategji për zhvillimin e turizmit dhe ne këtë strategji do edhe pse brenda planit për zhvillimin lokal të qytetit parasheh edhe një graf ku se si duhet të zhvillohet turizmi në qytetin tonë, duhet të hartohet një strategji e përbashkët bashkë me komunën Zhupë, komunën Mavrovë dhe komunën e Peshkopis që të kemi një artë sa më të gjerë të zhvillimit të turizmit. Sa i takon infopointve, neve ekziston një projekt në të cilën janë të identifikuara të gjithë rrugët kryesore të qytetit, janë të identifikuara objekte turistike. Ky lloj projekti duhet të zgjerohet duke u futur edhe
restorantet, hotelet dhe vendosjen e barkodeve brenda në hyrje të qytetit me qëllim që turistët kur do vinë përmes atij kodit të njihen me të gjitha. Ilirian, sa pare investon ti? Nuk ka asnjë nevojë për asnjë parë, është gati projekti, vetëm duhet të inkorporohen dhe të zgjerohen edhe objekte tjera që ofrojnë shërbime, jo vetëm objektet fetare apo objektet historike, rrutat, të gjitha këto është projekti, vetëm duhet të zgjerohet gama. Punuar është keni edhe në faqen e komunës, quhet 360 shkallë, diçka e tillë. Dhe vendosja e tabelave ku turistët përmes skanimit të kodit do njihen me të gjitha. Do ta bëni këtë? Po, patjetër. Do ta bëni me paret komunës? Është diçka që nuk kushton shumë. Okej, Pisnik, ka dashur replik? Jo replik, po një ndërlidhje të shkurt. Po. Sa i përket se sa është bërë në këtë drejtim, ne për momentin kemi një muze i cili nuk është licencuar, fatkeqësisht. Ta nuk kanë arritë edhe një muze ta licencojnë ose ta fusin në sistemin si që janë të gjithë muzet tjera. Edhe do ndërlidhem me turizmin tradicional që mund të ceket, si që janë disa shembuj në Gjirokastër ose në qytetet të tjera, ku kemi edhe lagjet e vjetra të Dibrës. Në ato lagje do investohet që të fillojmë ta formojmë edhe këtë lloj turizmi. Kryesisht pjesa e vjetër e qytetit është pjesa lartë. Faleminderit, po du me dalë në arsim. Dibra ka infrastrukturë të mirë arsimore për përballet me ulje të numrit të nxënësave. Përballet edhe me cilësi të dobët të mësimdhënies edhe ngarkesë buxhetore nga stafi i tepërt arsimor, i cili po i humb nxënësit, si do ta përmirësojnë cilësinë e arsimit në Dibër kandidatët, po ndëgjojmë prej secilit, fillojmë prej teje, Fisnik. Është e vërtetë se objektet janë optimale ose të themi të mira, kurse kushtet ose cilësia nuk është në nivelin e dur. Në këtë pikë, kjo ndërlidhet me një riorganizim ose menaxhim të mirë dhe adekuat të këtyre institucioneve, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm kvalitetin e këtyre shërbimeve. Gjithashtu, kemi pak ose po thuaj se fare nuk është investuar në detektimin e talenteve të ri, të programeve të reja, me mundësinë për bursa ose për subvencione të ndryshme për kategori të ndryshme të nxënësve. E çka investon ti, për shembull, nëse bosh kryetar komune? Çfarë investime shtesë bën? Çka ristrukturon? Sa bursa jep? Varësisht prej numrit të nxënësve, këtu do të caktohet edhe numri i bursave ose i subvencioneve për kategori të ndryshme, por çka zotojmë ne se do ta bëjmë në mënyrë transparente dhe në mënyrë jo selektive dhe do të përfitojnë personat. Ka sa do të jenë këto bursa? Sa do ta marrë një student? Po mund të jetë deri në 20 student në vit. 20 student, sa pare? Një plan që e kemi bërë ne, nuk do të thotë se nuk do të jetë ndryshueshëm, po e kemi bërë me një shumë prej 100 euro në muaj. 100 euro në muaj. Kallëzom transportin, a keni me siguru, a ka probleme transport në Dibër? Ka transport problem me fshatrat, por nuk është diçka shumë e theksuar ose shumë të mëdha dhe besoj që është lehtë e realizueshme sepse edhe distanca ndërmjet fshatrave. A keni me ndërtu qerdhe të reja? Nuk ka nevojë për ndërtimin. Kallëzom politizimin shkolla, çush e adreson? A ka politizim sipas teje? Patjetër që ka, edhe nuk themi se do e stopojmë, po do nisim fazën e parandalimit ose të reduktimit të këtij fenomeni, i cili në mënyrë indirekte e ka shkatruar të gjithë sistemin arsimor. Ti po thu që kime nis fazën e depolitizimit, pa po premton që s'kime shtina një të partisë tënde? Do mundohem maksimalisht që t'i ri këti premtimi. Maksimalisht që me i ikë punësimit të partijake? Me i ikë punësimeve partijake. Me i ikë, a me i punësu? Me i ikë. Dhe me punësu persona adekuat në pozita adekuate. Faleminderit. Ilirian, plani ju i për arsim? Treja, do më dhanë që neve duhet të rrisim cilësinë në arsim dhe konkurenca, nxitja e kreativitetit dhe bashkëpunimi me shkolla tjera. Do më në çfarë parashojmë me konkurencat, ka disa vite që janë hubur garat qoftë në landët shkencore, por edhe në landët
e tjera dhe do duhet të futen përsëri garat ndërshkollore me qëllim që nxënësit të fillojnë të kenë konkurrencë njëri me tjetrin për të mësuar më shumë. Nxitje të kreativitetit, ne kemi paraparë nga buxheti i komunës një pjesë të buxhetit për aktivitetet të nxënësve, të cilat do i menaxhojnë parlamentet e shkollave. Domethënë vetë do i projektojnë idetë e tyre dhe pastaj do i realizojnë në dobi të nxënësve tjerë apo në dobi të shoqërisë dhe qytetit. E treta, bashkëpunimi me shkolla tjera, kryesisht me komunat të cilat i kemi afër, komunën e Peshkopis. Unë kam pas rastin dhe kënaqësinë të organizoj një aktivitet të tillë në mes shkollave 8-vjeçare të Dibrës dhe Peshkopis për kremtimin e festës së 28 nëntori dhe sinqerisht maksimalisht që kushtoi i gjithë shpenzimi ishte diku ke 150 euro, domethënë kërkon vullnet dhe jo mjete financiare. Sot mënyra e bashkëpunimit është më e lehtë dhe sigurisht që do i nxisim shkollat në mënyrë institucionale të formojnë bashkëpunime të këtilla. Ajo çfarë mendoj se mungon në disa shkolla, edhe ajo që e tha Fisniku, po, kryesisht infrastrukturën arsimore e kemi të mirë, kuadrin arsimore e kemi të mirë dhe cilësor, kemi shumë mësues dhe profesor të ri, të cilin përdorin metodat bashkëkohore teknologjike, jo vetëm përmes digjimit, po nxënësit edhe në mënyrë vizuale të adaptojnë njohuri të reja, na duhet edhe disa investime në mësimin kabinetik. A pajtohesh që s'ka nevojë për qerdhe, çështa Fisniku? Për momentin nuk ka, tani së fundmi u bë zgjerimi i hapësirave të reja të qerdhes. Mendoj se do duhet objekti ku është qerdhja, ka një projekt i cili është i financuar nga UNDP-ja dhe të ndërtohet një objekt për shkak se ka materiale të cilat janë të vjetruara. Ne projektin e kemi gati, Ministria e Punëve Sociale, ku është në të realizon gati është projekti. Po du me të pyet mas pari për politizimin shkolla, para se me shku të tje. Po, Çka mendon ti? A mendon që ekziston rend par? E dyta, a shtin militanta tem punë kur djenë? Unë kam dhe prova që nuk bëj nepotizëm me funksionet politike që kam pasur. Ajo çfarë mendoj ka një defekt në ligjin për punësim në arsim, i cili lejon drejtorët që të marrin njerë të punësojnë për 3 muaj dhe pastaj të hapet konkurrenca. Unë mendoj se ky lloj ligji e dëmton arsimin dhe duhet sa herë që lirohet një vend pune, jo të lehet drejtorit, kushdo qoftë ai të punëson njerë dhe pastaj të hapet konkursi, por direkt duhet të shkohet në konkurs, vetëm në këtë formë, pasi konkursi e parashef që përparësi ka ai i cili ka notën mesatare më të lartë. Kune po du me ju pyet për politizimin e administratës. Nëse ju vini në pushtet, çka do të bëni me administratën momentalisht të punësuar në Dibër? A mbetet çaj administratë, a depolitizoni, a është e mbi punësuar, janë këto pjesë e pyetjeve të shpejta, Ilirian pej teje po e nisi, çka bën me administratë? Unë mendoj se administrata momentale tash që është në kryesisht janë të ri dhe të reja, ka që janë qoftë simpatizant apo të Aleancës Kombëtare për Integrim, po më gëzon fakti që edhe brenda administratës komunale, por edhe të gjithë institucioneve tjera arsimore ka edhe simpatizant ose njerëz të cilët duan të votojnë për Fisnikun. Domethënë kjo është një tregues që tash janë të lirë të zgjedhin këtë duan si kandidat. Ajo çfarë duhet të bëhet, mendojon se të gjitha konkurset duhet të bëhen publike, me qëllim që ai cili ka më shumë aftësi të ketë mundësi edhe punësimi. Nëse vinin pushtet, thjesht edhe gjatë mandatit juaj ngritin ndonjë akt akuzi, Ilirian, është pyetje që ja bojmë gjithë kandidatëve, a jepni dorëheqje? Kur e pranova për të qenë kandidat për kryetar, 3 pyetje i bëna vetvetes. A mund të shantazhon dikush? U përgjigja jo. A mund të kërcënon? Jo. A do marr vendime të drejta? Jo, kështu që nuk besoj se do ketë raste të këtilla në 4 vitet e ardhshme, po sigurisht a do të marrë vendime të drejta? Jo. Mendove vendime të drejta do të marrësh, apo? Keme përdor veturën zyrtare për punë personale?
Jo, unë jam më njofi në qytet që ndoshta jam njeriu që lëviz më shumë në qytet, sigurisht që disa obligime të cilat I kam edhe si prind, dërgimin e fëmijëve në shkollë, nuk do e bëj asnjëherë me makinë zyrtare pasi më jep një kënaqësi prindore që cilën nuk do e zavetsoja me asgjë tjetër. A keme publiku so harxhon reprezentacion, Dorka, Dreka, keme bu publike? Po, jo vetëm shpenzimet e mia, por të secilit bartës të institucioneve në nivel lokal. A I bën transparente vendimet tuja, vendimet e kuvendit komunal, pa marrë parasysh agjirohet seancat, a I bën publike krejt vendimet në faqe të komunës? Po, e kemi parapate transparenca, do më thënë gjithçka do jetë publike për qytetarët. Sa gra në fund, sa gra drejtoresha apo udhëheqëse dikastereve I bën nëse vjen pushtet? Kam përmendur dhe shpesh atje ku kanë drejtuar në përgjithësi zonjat, gjithmonë ka pas sukses. Këtë fat ne me shpise kemi. Po që as një kandidat gru, as këto, as Kosovë. Sukses sa dush, a këtë bura kandidat, Vivian? E di. Kështu si sa I emron? Unë besoj që për tani është një drejtoresh e Qerdhes, besoj që do duhet të jetë edhe një drejtoresh e një institucioni arsimor. E në komunë, udhëheqësit dikastereve? Po, besoj do ketë ma shumë. Shumë ma shumë. Sa ma shumë? Sa përqen? Tani nuk e di kush janë sa ka tani, po e di që do ketë. Fisnik, kallëzëm, a keme bo ndryshime në administratën e komunës? A shtin punëtor të ri, a hek punëtor të anishëm? Ndryshime në administratën e komunës, fillimisht duhet të kthehet optimizmi dhe besimi I fortë në ato institucione. Nuk besoj se është e stërngarkuar, por besoj që është në kapacitetet e plota. Për çdo ndërmarrje do të shikohet sistematizimi dhe në bazë të sistematizimit. Sipas teja, ka politizim të administratës ajo? Deri tash ka, ne do mundohemi në mënyrë maksimale ta depolitizojmë, që do të lidhet edhe me fazën e dytë, e cila është riorganizimi dhe vendosjen e personave adekuat, qoftë edhe në pozitat më kyçe në drejtimin e këtyre institucioneve. Nëse gjatë mandatit tu I ngritet akt akuz, a do t'jepni tërheqje? Akt akuz ndaj meje? Po. Patjetër. A keme përdor veturën zyrtare për punë personale? Për punë personale jo, për punë të qytetit po, sepse duhet shumë udhëtime zyrtare për të sjellë investime të mëdha dhe për të bërë shumë punë të mëdha për në qytet I cili ka kapacitet shumë. A keme I bo publike shpenzimet për reprezentacion Dreka, Dorka? Patjetër. Vendimet e kuvendit komunal edhe tujat, a keme I qitë website komunës, a kanë me qenë krejt në dispozicion? Unë dhe Iliriani kemi qenë këshilltar komunal në vitin 2017, mos gaboj, deri 2021 dhe bashkarisht kemi insistuar që të gjithë seancat e komunës të bëhen live, por fatkeqësisht partnerët që I ka tash në koalicion nuk na kanë lejuar një gjë të tillë. E ju, çka do të bëni? Patjetër që do të bëjmë, edhe në kohë reale. Në kohë reale, mirë. Për fund sa gra drejtoresha I emron apo udhëheqëse dikastereve nëse të vjen pushtet? Çelësi I suksesit të fitores tonë do jetë forumi I gruas dhe kam patjetër që një numër I madh I udhëheqësve të jenë gra, të cilat kemi edhe gra të shkolluara, të dëshmuara dhe të afta që me përgjegjësinë më të madhe të marrin udhëheqësinë e këtyre institucioneve, qoftë edhe atyre më komplekse. Kandidatëve Dibrës, ju uroj shumë sukses dhe faleminderit që keni ardhur në debat. Ishte kënaqësi seriozisht më ndigju, mësova shumë prej jush. Po ju rikujtoj, Debat për një me është platforma e vetme televizive që zhvillon debate zgjedhore mbi standardet e verifikimit të fakteve, edhe këtë herë këtë e bëri edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, me rëndësi me thonë bashkëpunim me 2 televizione publike, televizionin publik të Maqedonisë më RT2 dhe televizionin publik të Kosovës me RTK, bashkë me Kallëzo.com, çdo natë për një javë rresht debatoj me temat më të rëndësishme të komunave të Maqedonisë Veriore, të cilat presin zgjidhje nga qeverisja lokale. Këto debate I bëm me standardet e verifikimit të fakteve, edhe ideja e krejt kësaj është në fund falenderojmë. Diku 10 gazetar të rjetit ton, të këtyne 3 partnerve, të rjetit edhe të medjave tjera, të hulumtuzve që I patëm në Dibër, që I patëm në Strug, që I patëm të Tov,
që i patëm në Gostivar, Qajen, Saraj, Likov e edhe Butel. Do me thonë, se cilin prej këtune komunave të Maqedonisë na kanë një mu hullumtus, edhe i falenderoj të gjithë që morën pjesë për me bo vetëm e një ekip të mirë të hullumtuzve anë mban këtune zonave për tej Kosovës mujtë me arrit një program të tillë gjithë shqiptar, edhe shpresoj që kemi mri me ju sjell një standard të ri të gazetarisë edhe prej kandidatëve, prezentimit të tyre shumë profesional që e bon, që ato që e pash sonte ishte me të vërtet një garë e denjë me kandidat shumë dinjitos nga Dibra, ashtu e pash edhe në shumë komuna tjera, i falenderoj ata që kanë ardhur e dezertort hiç si falenderoj, i tregoj që herën tjetër është mirë mos me dezertu. Kaq prej Dibrës edhe kënaqësisë që patëm me bo debat me Dibran, natën e mirë prej nesh.